Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Sot do të flasim për disa figura historike të rilindjes, të cilët historia i ka haruar dhe jo pa qëllim. Është një nga këto figura, për shembull, Gjergj Adamidi ose Adamid Brej Frashëri, i njohur ndryshe si Doktor Adamulli në për komedit apo në për skenat e komedisë shqiptare për të denigruar figura e tij. Por kush në fakt ishte kjo figurë, cilat ishin arritjet e këtij individi dhe çfarë ky synonte gjatë jetës së vet, për këtë ne do të flasim në këtë emision ku kemi ftuar gjuhëtarin zotin Albert Nikolla. Përshëndetje Albert dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm. Atëherë, Gjergj Adamidi ose Adamid Bej Frashëri është një nga figurat e rilindjes që ka kontribuar në rilindjen e shqiptarëve, në rilindasit shqiptar, por fatkeqësisht emri i tij është lakuar dhe është transformuar përgjatë kohës së realizmit socialist. Ndoshta ka qenë një qëllim tjetër për arsye që dihet që shtresa e pasur është sulmuar gjithmonë dhe për shkak se ka përkitur shtresës së pasur ky individ, por ne na interesojnë të dimë kush ishte vërtet figura e tij dhe cilat ishin arritjet e tij dhe qëllimet e tij të jetës. Po, unë gjatë kërkimeve të mia në bibliotekën kombëtare franceze, hasa në një material të botuar nga edicioni perse i Parisit, në një libër të vogël, por shumë të rëndësishëm, Pellazgët dhe pasardhësit e tyre, shqiptarët. Dhe aty pash emrin e Adamidi Frasarit. Në fakt unë mendova që Adamidi Frasari duhet të ishte ndonjë gjuhëtar kopt, nga këto komuniteti kopt që kishte shkruar për Pellazgët dhe gjuhën e tyre, dihet që ka dhe autor që lidhin koptishtën sidomos me dialektin gek të gjuhës shqipe. Mirë po, për çudinë time, masi bëra kërkimet e nevojshme për të ditë se kush është ky dhe pasi e futa edhe si citim, sepse konsiderohet si një studim shumë i rëndësishëm ky libër, që kishte pasur një ndikim shumë të madh edhe tek gjuhëtarët francezë që kishin vlerësuar, përfshirë këtu edhe një gjuhëtar shumë të madh, Louis Bonneau, profesor akademik francez me origjinë hebreje, vura re që kishin bërë me një Gjergj Adamidin Frashërin, i cili në fakt ishte nga familje e madhe e Frashërlive, si origjinë e Frashërlive të Përmetit. Por që duke qenë se kishte qenë gjithmonë një familje shumë e pasur, kishte pasur mundësi të paguante taksat edhe të mos bënte atë kthimin në familje myslimane siç bën pjesa tjetër e Frashërlive që mbajtën tokat aty, sepse nuk mund t'i mbaje tokat nën pronësi nëse nuk theshen mysliman. Kurse këta kishin qenë pjesa tregtare që merreshin me tregti dhe kishin zbritur në Korçë dhe vetë Gjergj Adamidi Frashëri ka lindur në Korçë në vitin 1853, duket. Edhe ky më pas kur Egjipti ra në dorën e shqiptarëve, dinastia u krijua nga shqiptarët, dinastia e Egjiptit, ky emigroi në Egjipt dhe bëri kreu studime mjekësore dhe ishte ndër njerëzit më të rëndësishëm të rilindjes kombëtare, sepse filloi aktivitetin kombëtar. Sipas dhënave që kam hasur unë, patriarkana greke tentoi shumë herë që ta vinte në influencën e vet, por duke qenë se ndjej shumë shqiptar dhe kishte mundësi financiare, nuk kishte nevojë t'ia shtente dorën askujt, nuk e trahtoi asnjëherë çështjen kombëtare. Bile duke qenë se ky
kishte edhe një kompani të madhe të tregtimit të pambukut, domethënë kishte të ardhura shumë të mira në kohë që tregtonte me Europën. Ky kishte raste të takonte diplomat, tregtar, burra shteti në gjithë Europën, edhe lobimin më të madh për krijimin e shtetit shqiptar edhe të ngritjes shpirtërore të kombit shqiptar, si nga ana materiale, por dhe nga ana propagandistike, e ka bërë Gjergj Adamiti Frashi. Pra nuk është se këtu kemi të bëjmë me një personazh i cili është një personazh ansor apo një shkrimtar, këtu kemi të bëjmë me një politolog të klasit europian, i cili duhet të themi që ekzistenca e shtetit shqiptar në një farë mase i dedikohet këtij personi. Pra është një ndër personat më të rëndësishëm të rilindjes kombëtare në aspektin, në qoftë se shohim në aspektin e politologjisë, por unë e shoh kryesisht në aspektin gjuhësor. Vepra që ka lënë ky në vitin 1902 botuar në Paris, dhe që është me ndihmën është certifikuar shkencërisht nga Instituti Egjiptian i kohës, Instituti Gjuhësor i kohës, por që u botua në frëngjisht dhe u certifikua dhe shkencërisht edhe nga Akademia Franceze, ka pas një rëndësi shumë të madhe për informimin e publikut evropian mbi autoktoninë dhe lashtësinë e popullit shqiptar, edhe është shumë shkencore, megjithëse është një vepër e vogël nga volumi, por është shumë e dendur dhe është shumë shkencore sepse nuk është se ky e thot vetë që shqiptarët rrjedhin nga pellackët, por sepse ka citime të autorëve të mëdhenj të lashtësisë, përfshirë këtu Herodotin, Tuciditin, të gjithë autorët e lashtësisë, përfshirë Aristotelin, Platonit, figurat më të mëdha të gjuhëtarëve që kishin kryer studime mbi gjuhën shqipe në Europë, dhe është një punë mes gjithë asaj morie punësh që bëri ky. Në këtë vepër tregohet që jo vetëm që ishte një tregtar i mirë, një mjek i mirë, sepse studimet e tij kishte kryer për mjekësi, por mbi të gjitha ky ishte një erudit i jashtëzakonshëm, edhe pak kombe kanë fatin t'i kenë pasur njerëz erudit jashtëzakonshëm. Për sa i përket komedisë pas vdekjes, shkruar nga Anton Zako Çajupi. Anton Zako Çajupi në fakt kërkoi dorën e vajzës dytë të Gjergj Adamitit. Kuptohet ishte familje e pasur dhe Çajupi ishte në kërkim të një vajze që vinte nga një familje e pasur, për pasur mundësi të botonte veprat e veta letrare. Nuk mund ta vëmë dyshim veprat e talentin e Çajupit si shkrimtar, dhe duke qenë se dhëndri i parë refuzoi të ndikoj tek Gjergj Adamiti që të mos e jepte vajzën, për arsye sepse dhëndri kishte pasur njohje me të dhe e konsideronte Çajupin si një Don Juan, një njeri jo serioz sa i takon marrëdhënieve në familje. Çajupi u irritua aq shumë sa që bëri atë që bëri. Bëri komedinë pas vdekjes, bëri edhe ato shkrimet që i botoi te klubi i Selanikut, edhe e cilësoi si i ndryshoi, domethënë doktor Adamudhi, shpiku atë shprehjen Kërrenj, që e përdori pastaj si armë kundër Gjergj Adamitit, Gjergj Frashërlliut, edhe denigroi figurën e tij. E denigroi në një farë mase, sidomos kur erdhën komunistët, meqense Frasari vinte nga një familje e pasur, komunistët e quanin si një borgjez, edhe qëllimi i tyre ishte që ta denigronin maksimum dhe
gënjyen pafund për denigruar figurën e këtij personi që për mua është ashtu siç frashërllit ishin në shtyllën e vëllezërit Frashi, ishin shtylla kulturore e krijimit të shpirtit kombit shqiptar, ky ishte shtylla politike dhe shtylla erudicionale e krijimit të popullit shqiptar. Nuk mund t'i kuptojmë vëllezërit Frashëri pa kushërinë e tyre ortodoks. Ky i takonte religionit ortodoks Gjergj Adamidit. Bile familja vet ja kishte vënë në emrin Gjergj në nderim Gjergj Kastriot. Do të thënë kemi të bëjmë me një familje shumë të madhe patriotike, konservatore kuptohet, por që vërtet e donte shumë atë dheun edhe kombin. Po mirë, një pyetje. Në fakt, në kohën e realizmit socialist, në qoftë se flasim me gjuhën e letërsisë, kemi figura të ndryshme të cilat janë ngritur dhe janë rrëzuar brenda të njëjtës familje, siç janë, që thatë juve, vëllezërit Frashi, por dhe nipi i tyre Mitat Frashi, i cili është sulmuar vetëm sepse ka qenë kryetari një partie kundërshtare të partisë në atë kohë. Atëherë, rrjedhimisht, dihet që dhe Frashëllindi ishin një familje pasur, por a ka pas burime të tjera sulmi për ato çka ka thënë Adamidi, cilat janë saktësisht ato që ai ka shkruar, që na ka sjell përmes autorëve të antikitetit? Duhet kemi parasysh që këta të regjimit komunist, ata që kanë drejtuar ose sidomos këta të regjimit komunist, nuk është se kanë qenë njerëz shumë të kulturuar, që kanë lexuar në gjuhë të huaja ose që kanë pasur një ori mbi figurat kombëtare të shqiptarëve. Kështu që një pjesë të madhe të sulmit ndaj Gjergj Adamitit, figurës së tij, sepse ai vdiq në vitin 1939 në Gjenevë dhe u varros në Nis të Francës, ku ka varrin edhe sot. Duhet kemi parasysh që bëj nga ignoranca, nga mosdia. Por kishte edhe akademik, për shembull, që ishin në Akademinë e Shkencave, që duke qenë komunist dhe duke qenë se ishte një figurë pa korruptuar. Kjo figurë nuk ishte korruptuar, nuk ishte marrë as nga nuk kishte arritur korruptoj as nga Patriana greke, as nga Turqia, as nga qarqet komuniste slave. Pra ishte një figurë, është një nga figurat më të pastra dhe më të ndritura të kombit shqiptar. Nëse ne për shembull mund themi që Sami Frashi për shembull ka bërë më shumë për gjuhën turke se sa për gjuhën shqipe, pavarësisht se i dedikohet ajo vepra Shqipëria që ka qenë çështë që të bëhet, që nuk dihet nëse është e atij sepse është një vepër anonime. Adamidi Frashi nuk ka pasur më dyshje. Nuk ka qenë një familje që ka punuar në dy krahët, edhe për Turqinë edhe për Shqipërinë. Jo, nuk ka ekuivoke, gjithë si një djalë i rritur në Korçë, në një frymë patriotike, në ato frymën e rilindase të mëdhej, Papa Kristo Negovani, Petronini Luarasi, në frymën e krijimit të një shteti shqiptar, atë frymën e domosdoshme për të shpëtuar kombin shqiptar, nuk është se është një personalitet që ka pasur ekuivoke në punën e tij shkencore. Ai ka qenë i bindur që duhet të ishte i vendosur, por ishte një tip, megjithse ishte një tip shumë erudit, ishte edhe një tip modest që nuk kërkonte shumë merita. Për shembull, do t'ju jap disa kuriozitete rreth figurës
këtij personalitetit jashtëzakonshëm. Do t'ju jap faktin që fondin e parë të bankës së parë shqiptare në vitin 1912, kur Ismail Qemali shpalli pavarësinë, u dhurua pikërisht nga Adamidi Frashëri. Nuk e di saktësisht shumën, nëse ishte 10.000 apo 20.000 franga, por për kohën ka qenë një shumë shumë e madhe që ky ja dhuroi krijimin të shtetit shqiptar. Ky nuk u vlerësua shumë në fakt nga qeveria e Ismail Bey Vlorës, për arsye se qeveria e Ismail Bey Vlorës për shkaqe familjare, duhet të kemi parasysh që Ismail Bey Vlora ishte martuar me një grua greke, për shkaqe familjare nuk ishte shumë i dashur zoti ky eruditi Gjergj Adamidi Frashëri, nuk ishte shumë i dashur për rrethin shoqëror të Ismail Qemalit. Kështu që Ismail Qemali, megjithatë si diplomat i madh që ishte, e dinte që ky Gjergj Frashëri kishte një ndikim shumë të madh në çështjet politike europiane dhe e shfrytëzoi, domethënë çdo herë që bënte udhëtime në përvendet e Europës, përveç faktit që udhëtonte me te, në shumicën e raste ishte i financuar nga ana financiare nga Gjergj Adamidi Frashëri, dhe e la kryesisht në rolin e një ambasadori, i cili do të kryente ndërhyrje diplomatike në Gjenevë, në Paris, në Londër, që udhëtonte shpesh, kryente ato aktivitetet e veta, kontratat e veta tregtare që kishte për të firmosur me kompanitë ndryshme europiane, hynte në sallonet e larta, atje ku kishte ndikime të mëdha të gjeopolitikës dhe bëri një punë të jashtëzakonshme për shpëtimin e kombit shqiptar. Bile nëse do ndiqeshin udhëzimet e këtij, edhe sot e kësaj dite qamëria do të ishte me Shqipërinë. Por për disa arsye misterioze u hodh një firmë nga dikush që qamëria u la jashtë territorit të Shqipërisë. Ishte në konflikt me ignorancë. Për shembull, ai nuk e miratoi faktin që Isa Boletini, një njeri pa shkollë, ish roja ose bodyguardi i Sultan Hamidit, të shkonte në Londër dhe të negocionte për Shqipërinë, sepse thoshte që kjo ishte shumë e rrezikshme dhe ai ishte për atë që në Londër duhet të shkonte Gjergj Fishta. Në fakt, shërbimet sekrete serbe kishin shumë informacione rreth lëvizjes që bënin shqiptarët, kishin agjentë të tyre dhe 3 ditë para se të shkonte Fishta për të negociuar në Londër krimin e shtetit shqiptar, u dërgua me urgjencë Isa Boletini, i cili kërcënoi ministrin e jashtëm të Anglisë, dhe kjo ka qenë një ndër shkaqjet kryesore që Kosova u la jashtë territorit të shtetit shqiptar, sepse është njësoj si sot të shkoje për shembull ministria e jashtme e Kosovës dhe të kërcënoi shtetin, ministrin sekretarin e shtetit për punë të jashtme të qeverisë amerikane ose të Kongresit të presidentit amerikan, presidencës amerikane ta kërcënoi. Domethënë është vetvrasje politike. Këtë bëri ky Isa Boletini që sot e këndojmë kamp në këngë. Shiko, mund të jetë përdorur si shkak
kjo gjë, por faktikisht fuqitë e mëdha i kishin marrë vendimet para se të fillonte konferenca, i kishin ndarë tryet e Shqipërisë, por mund të jetë përdorur si shkak kjo gjë. Megjithatë, Jo, nuk kjo ka ndodhur disa muaj para se të ndodhte konferenca. Fillimisht janë pritur sipas rregullit diplomatik, janë pritur përfaqësuesit e të gjithë popujve dhe si deleguar zyrtar i shtetit shqiptar për të mbrojtur interesat e shtetit shqiptar, nuk ka qenë Isa Boletini, nuk ka pasur asnjë lloj mandati nga shteti shqiptar në atë kohë Isa Boletini që të shkonte dhe të negocionte në Londër. Nuk e ka pasur as nga qeveria e Ismail Qemalit edhe as nga lloj qeverie, po i vetmi person i cili kishte tagrin zyrtar për të negociuar ka qenë Gjergj Fishta. Por vajtja e tij me 3 ditë vonesë e dëmtoi shumë Shqipërinë si në aspektin e imazhit, sepse në atë kohë duhesh një diplomaci shumë e zgjuar. Gjergj Fishta ishte një nga diplomatët më të zgjuar dhe edhe ky Frasari nuk është se i pat hapur ndonjë shtek diplomatik. Gjergj Frasari nuk i pat hapi Isa Boletini. Isa Boletini nuk e di se në çfarë kanalesh diplomatike ka arritur të shkojnë në Londër. Kanali diplomatik që hapi Gjergji Frasari, sepse ishte shumë i zgjuar, ishte Gjergj Fishta, dërgimi i Gjergj Fishtës. Dhe bile kur qeveria e Ismail Qemalit, që nuk e vlerësoi shumë ra, domethënë dhe erdhi Princ Vidi, Gjergj Frasari u thirr nga Princ Vidi dhe ishte ministër i ekonomisë në qeverinë Vidi dhe bëri shumë deri në momentet e fundit kur mori vendimin për t'u larguar dha dorëheqjen dhe tha që do punoj vetëm si emisari i qeverisë shqiptare në sallonet diplomatike, por gjë që e vazhdoi deri në fund të jetës, por që nuk përzihem më asnjëherë me qeverinë, sepse sipas tij e pa që qeverisja në Shqipëri ishte shumë problematike dhe duhej dorë fort. Bile ideja e dorës fort, cilën e përdori më pas Ahmet Zogu, ishte e këtij. Por nuk është vetëm figura e këtij Gjergj Adamidit, Frashërit që është denigruar. po, Kemi parasysh është denigruar sepse ky nuk ishte pjesë e Fanarit, siç ishte biznesmeni tjetër Zhupa, për shembull, që u bë pjesë e Fanarit, megjithëse ishte shqiptar, luftoi për Fanarin grek dhe ngriti edhe stadiumin olimpik në Athinë, domethënë duke falsifikuar historinë sot, sepse atë që ngriti ai në Athinë sot quhet si diçka antike, ndërkohë që stadiumi olimpik i vjetër, më i vjetri në Ballkan. E keni fjalën për Vangjel Zhapën. Olimpik. Po, për Vangjel Zhapën. Vangjeli u bë pjesë e krijimit të shtetit grek, sepse ai kishte idenë që nga që në Greqi flitej shqip në mas, do vinte dita që një ditë Greqia do fliste shqip. Gjë që nuk doli, dhe ai fondet e veta i investoi në Greqi. Kurse ky Adamidi Frasari, Gjergj Adamidi Frasari, nuk pati asnjë lloj iluzioni rreth Greqisë, nuk bashkëpunoi me ta dhe nuk e quajti si një dëm shumë të madh për Shqipërinë që të mbanim shpresat siç mbajti Ismail Qemali në një federat me grekërit, nga që grekërit ata që quhen arvanitasit, domethënë pjesa dërmuese e popullsisë, 72.5% në fund shekullit 19 ishte popullsi shqipfolse dhe mbaj një shpresë që një ditë ato do ta kuptonin që kjo në fakt gjua shqipe ishte pasardhëse e greqishtës vjetër dhe kjo gjua konjane e kishës ardhur nga Turqia. Pra, ky nuk mbajti asnjë lloj iluzioni, ndikim shumë të madh pati ky sidomos në konferencën e paqes në Paris,
Në fakt ky angazhoi një djalë të familjes Vrioni, sepse dhe familja Vrioni ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm me fonde dhe me para për pavarësinë e Shqipërisë. Ishte një djalë që jetonte në Amerikë nga familja Vrioni dhe financoi pare të madhe për të pasur ndikim, për të marrë takime dhe për të pasur ndikim tek presidenti amerikan dhe tek kongresi amerikan. E financoi këtë djalin, domethënë bashkë me familjen Vrioni, domethënë ishte kontributor dhe pas shumë kohësh, duke qenë se ky arriti ta vizitonte disa herë, ky djali i familjes Vrioni, s'u kujtohet emri tani, arriti ta vizitonte disa herë shtëpinë e bardhë, domethënë familjen e presidentit Wilson, vajza e presidentit Wilson ran dashuri me këtë djalin nga familja Vrioni, sepse ishte shumë i pashtur dhe u martuan. Dhe kur duhet themi që në këtë rast që ishte dashuria mes një amerikani dhe një shqiptari që e shpëtoi kombin shqiptar, sepse pavarësisht nga ishte vendosur që paraprakisht në Kongresin Amerikan edhe nga presidenti Wilson që Shqipëria duhej mbrojtur ai territor që ngeli, por edhe miqësia që u krijua mes familjes Vrioni dhe presidentit amerikan pati një ndikim shumë të madh në konferencën e paqes në Paris. Por janë disa figura të tjera, për shembull, që u humbën. Regjimi komunist na ka mashtruar pafund. Për shembull, John Luffy kush që, për shembull? Figura e John Luffy. John Luffy ishte një nga familja Luffy, një familje shumë patriotike nga Mirdita. John Luffy, por edhe Ndres Luffy që ka bërë vllai vet që ka bërë luftë madhe kundër italianëve dhe gjermanëve, janë ndjekur 3 herë sarajet e Ndres Luffyt. Po John Luffy u vra në vitin 1924 nga këto banditët që financoheshin nga Moska. U vra sepse ishte patriot i madh. Ishte patriot pa kompromis. Ai ishte firmëtar në pavarësinë e Shqipërisë në Vlorë bashkë me Dom Nikol Kaçorrin, drejtonin. Ky ishte drejtuesi civili i delegacionit, kurse Dom Nikol Kaçorri ishte drejtuesi shpirtëror si prift katolik. Dhe duke qenë se John Luffy se markagjonët u shmangën nga pavarësia, sepse u shmangën nga pavarësia e Shqipërisë për arsye misterioze, u shmangën dhe krijoi një precedent. Atëherë ky ishte mbartësi i flamurit Mirditës në shpalljen e pavarësisë dhe me të kthyer në Mirditë e mori flamurin dhe ja dërgoi princit Mirditës, Gjon Markagjoni nga Vlora, megjithse mes Gjon Markagjonit edhe Ismail Qemalit nuk i di arsyet, nuk është se kishte ndonjë. Ismail Qemali ishte më tepër për një federat me Greqinë edhe kishte qenë deputeti i parlamentit, ministri i punëve të jashtme të Turqisë, por sipas gjitha gjasave ka qenë edhe agenti i Austro-Hungarisë. Sepse në momentin e fundit kur austro-hungarezët i kërkuan që të shpallte pavarësinë, ky refuzoi. Atëherë ata e kërcënuan që mund t'i nxirrnin disa dokumente këtij Ismail Qemali. Pra është një histori shumë e diskutueshme, nuk dua ta vënë diskutim që akti i Ismail Qemalit për ngritjen e flamurit në Vlorë ka qenë një akt shumë patriotik dhe bën Ismail Qemalin një ndër burrat më të mëdhenj të kombit shqiptar. Sigurisht gruan e ka pasur greke, por greke të Pointit, me sa di unë, të zonës Turqisë, greke pontike të Detit Zi. Nuk duhet ta vënë diskutim figurën e tij, është pa diskutim, ne kemi nevojë shumë për të dhe është figurë qendrore, por
si gjithë njerëzit dhe ai kishte simpatitë dhe antipatitë e veta. Dhe përveç John Lufit, për shembull, një figurë e harruar është figura e këtij, e Dom Nikol Kaçorrit, që edhe kur ja kthyen eshtrat nga perëndimi, askush nuk doli të priste eshtrat e numrit 2 të qeverisë pavarësisë. Ishte zëvendësi i Ismail Qemalit. Pra janë shumë figura të neglizhuara. Për shembull, ai dokumenti i pavarësisë është falsifikuar, është hequr edhe firma e John Lufit, për shembull, deri atje. Dokumenti origjinal e ka, po dokumenti që komunistët kanë botuar nuk e ka. Pra ka pasur falsifikime nga siç u falsifikua dhe ndërtesa ku u shemba jo ndërtesa ku ishte ngritur flamurin Vlorë dhe u ngrit një ndërtesë tjetër. Pra falsifikimet pafundme i kanë ndodhur me gjithë këtë. Aq i madh ka qenë zollumi i komunistëve se imagjino urrëtia për shembull ndaj Gjergj Fishtës ishte aq e madhe e sllabëve sapo ata mbritën në Shkodër, një ndër gjërat e para që bën ishin marrja e eshtrave të Fishtës dhe hedhja e eshtrave të Fishtës në lumin e Bunës, domethënë, në Drin, që t'i zhdukeshin dhe eshtrat. Domethënë, ishte një urrëtie patologjike. Dua të them diçka tash, se duke qenë se ju flisni dhe keni një rrjedhshmërinë e argumentimit tuaj, unë nuk dua t'ju ndërpres, por duke i dëgjuar dashje pa dashje lindin disa mendime të cilat mund të hapin tek ju disa dritare të reja për të sqaruar. Pikë së pari, dim që Partia Komuniste Shqiptare ishte e ndikuar nga Partia Komuniste Jugoslave dhe ishin ata që hodhën bazat e krimit të shtetit shqiptar dhe vurën piramidat e tyre ose njerëzit e tyre në të gjitha strukturat shtetërore. Më mbrapa, Enver Hoxha u nda nga Tito, nuk diskutohet, por këto piramida mbetën dhe një nga këto piramida që mbetën ishte ndoshta edhe piramida e akademisë. Do më thënë, akademikët tanë në një farë mënyre ishin të instruktuar dhe kapur në demagogjia e Partisë Komuniste Jugoslave. Dhe ndaj dhe shumë figura tona u lanë të persekutuara dhe harruara deri në fund, ndërkohë që Kristër Frashëri ishte një nga të paktët që ngriti zërin për Gjergj Adamit Bej Frashërin, por që nuk arriti dot pasi këta pseudo-akademik që për fat të keq vazhdojnë edhe sot të jenë në kryet e Akademisë Shqiptare, bënin të njëjtën punë antikombëtare siç ishin konstruktuar që në atë kohë. Por megjithatë, le të shikojmë edhe një dritare tjetër, pasi ju për të dyja këto dritare është e rëndësishme të flisni, ndoshta nuk jeni përgatitur sepse kjo pyetje lindi spontanisht tani. Kemi një ndeshje futbolli në Serbi midis Shqipërisë dhe Serbisë, kur aty ngrihet një flamur përmes një droni, ku ishin në një sfond të zi harta e Shqipërisë etnike apo e Shqipërisë natyrale, më mirë të themi, ku ishte Ismail Qemali dhe Isa Boletini në atë figurë. Pra, dy figura që deri tash ju i cilësuat si jo fort ashtu si duhet të ishin, por edhe pak të dyshimta. A do të thotë kjo diçka kur dihet që në Serbi të bësh një vepër shumë të vogël, është e pamundur të mos kapesh dhe të ngrësh me dron një flamur ose një simbol të tillë në mes të një stadiumi, edhe të krijosh një rrëmujt të tillë dhe të shpëtosh pa lagur. Çfarë do të thotë kjo? A mos ishte një organizim dhe një mesazh për kë? Dhe nëse do ishte ky mesazh, do më thënë, unë dua mendimin tuaj në këtë rast, për ngritjen e atij flamurit me sfond të zi në mbrapa, që në fundit mund të ishte i bardhë nëse do ishte normale, s'kishte pse të ishte i zi. Megjithatë, këto janë dy pyetje që do t'ju lë ju të sqaroni. Nuk e di, domethënë nuk kam shumë informacion për mënyrën se si operojnë këto rrjetet agjenturore në lidhje me flamurin që u ngrit në Beograd. Por duhet flas pak për figurën e Ismail Qemalit edhe të Isa Boletinit të sqaroj. Fakti që unë diskutoj rreth këtyre dy figurave nuk e vë as pak në dyshim edhe
edhe Ismail Qemali ka qenë një patriot i madh, sepse e ngriti flamurin Vlorë edhe ky Isa Boletini ka qenë patriot, pavarësisht se ishte patriot në mënyrën e tij, domethënë mënyrën e tij jo si politikan, por si trim. Domethënë nuk mund të diskutohet tani që këta nuk janë apo si janë patriotë. Ne mund të diskutojmë rrethanat ose kushtet në të cilët ata kanë vepruar. Sigurisht këta kanë pasur koordinime ose jo koordinime me njëri tjetrin, kanë pasur, për shembull, ka pasur një konflikt shumë të madh mes Qerem Bej Vlorës edhe Ismail Qemalit. Normalisht ai që ishte planifikuar ta ngrinte flamurin ishte Qerem Bej Vlora, sepse flamuri ishte llogaritur që të ngrihej në Durrës, kurse në Vlorë do ta ngrinte Qerem Bej Vlora, ndërkohë që Ismail Qemali me të mbërritur në Durrës u prit nga bashkipëzukët, nga dumbambistët, këto të sultanit që thoshin duam babën, unë i quaj dumbambistët, u prit dhe i thanë që ne edhe nga këta ortodoksët Nga Haxhi Qamilët. Atko kontrollojnë Haxhi Qamilët dhe ortodoksët bashkë bën dhe kundërshtuan ngritjen e flamurit në Durrës. Ishte një dështim, gjë që e vënoi disa ditë ngritjen e flamurit, u ngrit në Vlorë. Në Vlorë do ta ngrinte Qerem Bej Vlora, por nga që u ngrit flamuri kombëtar dhe diplomati më i njohur në arenën ndërkombëtare ishte Ismail Qemali, ju la Ismail Qemalit që ta ngrinte flamurin. Pra në këtë aspekt, pavarësisht nga fakti që Ismail Qemali mendonte të krijonte një federatë shqiptaro-greke, sepse mendonte që shteti shqiptar do të ishte shumë i dobët dhe mund të binte, dhe në fakt historia tregoi që ai kishte të drejtë në faktin që shteti shqiptar rezultoi i dobët, edhe sot kemi probleme të mëdha si shtet. Dhe ai kishte të drejtë. Tani se grekët vendosen të ndryshojnë gjuhën shqipe, domethënë të heqin gjuhën arvanite që ishte gjuhë shqipe dhe të vendosin gjuhën e Kishës dhe të ndryshojnë si komb, ky nuk ishte faji Ismail Qemalit, flasim hapur tani. Unë e konsideroj si patriot, pavarësisht nga të mirat dhe të metat që mund të ketë, Ismail Qemali është një patriot i madh. Edhe Isa Boletini në atë luftë që ka bërë për mbrojtjen e kombit shqiptar, ka qenë patriot, por nuk ishte diplomat dhe nuk duhet merrte përsipër misione diplomatike, sepse njeriu duhet kryej ato misione të cilat mund t'i bëj. Ndërsa është njësoj si unë tani që jam gjutar i specializuar për gjusin, të filloj të merrem me fizikën kuantike. Të them që jam shkencëtar i fizikës kuantike, ose si thot Gonja, jam si Isaac Newtoni. Po unë merrem vetëm me punët e mia, jam i specializuar në gjusi, për shkak të gjusis kam edhe një njohje historike të fortë mbi kombin shqiptar dhe historinë e kombit shqiptar. Unë merrem, historia më ndihmon për të parë elementet gjusor dhe është, si thosh, shkencë ndihmëse për mua në aspektin e socio-linguistikës, cili ka qenë ndikimi i shoqërisë dhe ngjarjeve politike dhe gjusore përgjatë historisë, dhe flas tani për autorë si ky Adamiti Frashëri, Gjergj Adamiti Frashëri. Por nuk mund të vihet në dyshim që këta kanë qenë patriotë mëdhej si Ismail Qemali, si Isa Boletini. Pavarësisht se mund të kenë dëmtuar nga dëshira e madhe për të ndihmuar kombin shqiptar sa më mirë, mund të kenë bërë gabime taktike në punët e tyre. Por ajo që ne duhet ta shohim me kujdes është që nuk duhet ta shohim historinë me këtë që na kanë dhënë Akademia e Shkencave, sepse është shumë e gabuar. Ka një shprehje të madhe të një filozofit të madh, e Spinozës,
thot në qoftë se do që të ecësh përpara në jetën tënde, duhet vesh në dyshim të gjitha ato që të thuhen zyrtarisht. Pra, në qoftë se ne duhet bëjmë kërkime gjyqësore, duhet i vëmë dyshim kërkimet gjyqësore për të kërkuar gjëra të reja. Në qoftë se ne duhet bëjmë kërkime historike, duhet i marrim të rishqyrtojmë të gjitha. Pra nuk duhet merret në konsiderat baza zyrtare e informacioneve. Baza sidomos e akademive të cilat konsiderohen si akademi të ndikuara nga ana politike, nuk duhet të merren për bazë. Nuk mund të merren për bazë. Dhe faktet kanë treguar që të dhënat e fundit kanë treguar që ato konkluzionet e akademikëve shqiptar të kohës regjimit komunist, ne që kanë qenë të ideologjizuar dhe ndikuara nga shkolla lindore, kanë rënë të gjitha ato konkluzione. Për shembull, ata kanë thënë që pellazgët nuk ekzistojnë, tani po e morin në shqyrtim çështjen pellazge. Ata kanë thënë që ne është e diskutueshme nëse ne rrjedhim nga Ilirët apo s'kemi lidhje, s'kemi dokumenta. E gjitha ka rënë tani, jo vetëm që rrjedhim nga Ilirët, por llogaritet që edhe rrjedhim dhe nga pellazgët, sepse gjua ka dalë vjetër. Ata që kanë thënë që nuk ka qytetërim shumë të vjetër në Shqipëri, po zbulohen qytete 8500-9000 vjeçare të ndërtuara mbi ujë, gjë që tregon ata ishin ndërtuar mbi pellgje, edhe quheshin pellazg sepse ndërtonin mbi pellgje, mbi mole. Mund të ndërtonin mbi pellgje, por termi pellazg, ashtu siç e dini dhe ju, ka dhe një tjetër këndvështrim. Po ka dhe një fis, bile, ka dhe një fis që ka jetuar në zonin e Anatolit që janë quajtur Pelagon. Ka një fis i lirë që ka jetuar për krah hititëve në Azinë e Vogël dhe që janë quajtur Pelagon. Po, prej larg, prej kohëve të largëta. Pelagon. Kështu që jo, në të gjitha drejtimet që ta bësh etimologjinë, prapë emri del shqiptar, si emri pellazg, si emri molos për shembull, që s'vjen nga moll, po vjen nga mol, nga liqen, emri liqen i vogël, mbi cilët ata ndërtonin qytetet e tyre. Për shembull, në luftën që u bë mes mollozëve dhe maqedonasve, e vetmja betejë që humbi ky Aleksandri i Madh ishte kundër mollosëve. Humbi betejën që e fitoi mas 3 ditësh, sepse këto kishin një zakon të keq që shtroheshin me pije, me verë. Tregon që jo vetëm këto ndërtonin mbi mole, atje në Maliqe dhe në Ohër. Po, mollosët nuk ishin vetëm në mole, faktikisht kishte edhe shtrirje të tjera, të gjithësishme. Edhe traditën e verës. Traditën e verës e kanë pasur, do të tregon që shqiptarët ishin konsumator, mollosët ishin konsumator të verës dhe verës dhe e kishin verën në ceremoninë e tyre. Edhe studimet e fundit del që edhe fjala verë, vin, verë, që është përhap gjithë Mesdheun, gjithë Europën, vjen nga ujin e Shqipës. Ujin do të thotë ujë. Është varianti gek. Ujni i themi ne, ujni. E zgjedhojmë fjalën ujë edhe ujni nga vjen edhe uiski. Domethënë nuk është këtu se kemi të bëjmë me fantazira shqiptare. Këtë po e vërteton edhe Universiteti i Miniut. Kemi të bëjmë me familje fjalësh të cilat bazën e kanë nga gjua shqipe dhe janë të përhapura në gjithë gjuhët indo-europiane. Siç është emri për shembull Enkeleit, domethënë engjëll të lindur. Enkel në gjermanisht është engjëll dhe ata quhen enkel i thonë gjermanisht, në gjuhën suedeze gjithë, edhe këta quhen Enkeleit. Engjëj të lindur quhen këta fisi që drejtohej nga Katmi në zonën e Orit, Enkeleitit. Pra, këto janë gjëra të cilat akademitë perëndimore i kanë studiuar, i kanë parë
nga Engel vjen edhe fjala e angel edhe engel, do të thënë që është emri anglisë. Këto nuk janë gjëra rastësore, janë me miliona përkime gjuhësore dhe arkeologjike, të cilat Akademia e Shkencave të Shqipërisë i ka injoruar, i ka zhdukur. Mjafton të them që Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma thot që libri i parë në gjuhën shqipe është Meshari i Gjon Bozukut, ndërkohë që janë me miliona shkrime në Itali, në gjuhën mesape, japike, rete, njërën e tjetrën, që studiuesit italian i kanë studiuar dhe kanë thënë që këta janë shkrime ilire dhe kanë lidhje me gjuhën shqipe dhe i takojnë gjuhës shqipe, iliro-shqiptare. Pse ne themi që fillon me Mesharin e Gjon Bozukut gjuha shqipe? Sepse këte ka vendosur shkolla lindore. Mjafton t'ju them që Meshari është botuar në Budapest, jo në Tiranë, dhe është sjellë me kamiona dhe i është imponuar Shqipërisë. Ju do thoni që e keni me Mesharin e Gjon Bozukut. Ndërkohë që gjyhtari i madh rumun Nikola Jorga thot që nuk, nëse analizojmë latinishtën, thot zbulojmë që kemi të bëjmë me fjalë gjuhës shqipe, thot, edhe rumanishtja, thot, nuk është thjesht një latinishte, thot, po ka lidhje më shumë me shqipen, edhe jep me mira shembuj, madje do t'ju tregoj një kuriozitet, gjyhtarët shqiptar kanë arritur, për shembull, të gjejnë edhe fjalë latinishte të cilat nuk i kanë gjuhët latine. Po i ka rujt veç shqipja. As latinishtja nuk i ka rujt, as gjuhët neolatine nuk i ka rujt veç shqipja. Për shembull, do të imagjino se ku ka arritur janë disa terma mjekësor, të cilët gjenden latinisht, të cilat mendohet të jenë marrë nga veprat e mbretit Gent. Gentamicina për shembull. Po që me që nuk... Po, gentamicina e shumë të tjera. Flasin për... Unë kam lexuar një studius Harallambi, për shembull, që flet për fjalë të latinishtës të cilët gjuhët neolatine nuk i kanë rujt, e i ka rujt shqipja. Ndërkohë që Valéry Rousseau, akademikja më e madhe franceze që ka shkruar, rumune që ka shkruar një libër shumë të madh, enciklopedi mbi gjuhën rumune, vjetërsinë e gjuhës rumune e bazon mbi lidhjet që ka rumanishtja me shqipen. Më thonë, për të vërtetuar që rumanishtja është një gjuhë shumë e vjetër, ajo bazohet mbi gjuhën shqipe. Pra, këto janë gjitha faktet që Akademia i fsheh. Përveç këtyre fakteve, Akademia falsifikon historinë. Për shembull, historinë e Gjergj Adamidi Frastarit. Akademia falsifikon historinë, zhduk nga historia emrin e Gjon Lufit si përfaqësues i Mirditës. Akademia falsifikon dokumentat e ardhura nga burimet austriake mbi pavarësinë e Shqipërisë, që ky Ismail Qemali u forcua, madje do të them, u detyrua nga Austro-Hungaria të shpallte pavarësinë e Shqipërisë. Fshejnë dokumente pafund rreth figurave kombëtare. Për shembull, Akademia fsheh dokumentat mbi Princ Vidin. Fsheh dokumentat për shembull mbi luftën që kanë bërë mirëditorët Dibranët me këta Dumbambistët, me këta Haxhi Qamilin e kompani. Ngren qiell Haxhi Qamilin. Ka luftuar, thot, për shtresat e varfër. Ai s'ka luftuar as për shtresat, ai ishte i pasur, kishte pasuri Haxhi Qamili. S'ka luftuar për shtresat e varfër, ai ka luftuar për, i thon, lëvizje sociale. Ajo ka qenë lëvizje për rikthimin e Shqipërisë në Turqi. Pra, gjithë këto falsifikime dhe mosthënia së vërtetave krijon disa probleme sepse keq informon publikun. Është ajo që ka thënë pak a shumë Margaret Thatcher, që një komunist është i lindur të gënjej, të mashtrojë dhe të manipulojë. Ësakt. Nuk njohin tjetër. Ata kanë mashtruar, kanë manipuluar, kanë vjedhur.
janë hajdut. Dhe ne nuk mund të shpresojmë të bëjmë një shtet, një akademi, për një shtet demokratik me fëmijët e komunistëve, ashtu siç nuk mund të bëjmë një akademi shkencore duke pasur si kryetar akademie një ish ministër të regjimit diktatorial. Është i pa imagjinueshme, imagjinoni në të gjitha vendet, më thuaj një vend të Europës lindore ti, si në Poloni, si në Çeki, si në Slovaki, si në Sloveni, si në Kroaci, ku dush, gjej një vend ti që kanë marrë një ministër të epokës së komunizmit dhe kanë vendosur kryetar Akademie të Shkencave. Ma gjej një vend të tillë. Kjo ndodh në Shqipëri, pse? Por idiotësia e tyre është e pafundme, sepse nëse ne po tentojmë të krijojmë një shtet demokratik, nuk po tentojmë ta krijojmë për ne, as për fëmijët tanë, ne po tentojmë ta krijojmë edhe për fëmijët e tyre, që dhe fëmijët e tyre të jenë të pasur, që dhe nipat e tyre të jenë të pasur, po edhe fëmijët tanë të jenë të pasur. Ne nuk synojmë të krijojmë një oligarki të pasurish, pa shpirt, si që janë krijuar tani në Shqipëri, por ne të krijojmë një popull të pasur që të ketë shumë të pasur. Sepse duke qenë populli i pasur edhe politikanët bëhen të pasur. Pra këtu kemi të bëjmë me një fat përbashkët. Dhe ajo që unë e konsideroj shumë të rëndësishme është për shembull reformimi i shtetit shqiptar, krijimi i një shteti vërtet demokratik, ku të mos cilësojmë njerëzit si komunistë, jo komunistë si kështu, por të krijojmë një demokraci pa luftë klasash, por edhe të krijojmë një akademi dhe një shkencë reale, një gjuhësi reale dhe një kulturë reale të popullit shqiptar. Ne kemi nevojë për paqe mes shqiptarëve. Sepse lufta klasare në fakt i shkon, ajo që po zbatohet tani, i shkon për shtat vetëm armiqve tanë. Armiqt tanë e kanë Shqipërinë ashtu siç ata e dëshirojnë në këto momente. Fiks fare, madje kryetari i shtetit shqiptar aktual po bën një luftë, klasa është hapur kundër shtresës së mesme, kundër popullit shqiptar, kundër shtresave të varfra, kundër 95% të popullsisë po bën një luftë të ashpër. Jo, nuk është se po bën luftë kundër të pasurve. Luftën ai po bën luftë kundër të varfërve, se të pasurit janë në rregull. Ai ka krijuar një shtresë të pasur. Partia Socialiste e ka socialiste vetëm në letër emrin, se Partia Socialiste është partia e të pasurve. Partia Socialiste ka krijuar një shtresë oligarkësh. Problemi i kësaj është se është krijuar në mënyrë abuzive. Dhe krijimi i një shtresë të pasur në mënyrë abuzive krijon dezekuilibër ekonomik, sepse këta nuk e kanë atë esencin e filantropizmit. Shtresat konservatore, shtresat e të pasura, ato që kanë tokë dhe pasuri, kanë filantropizmin si bazë të ekzistencës të tyre. Ata fitojnë, por edhe shpërndajnë. Shpërndajnë për kulturën, shpërndajnë për arkeologjinë, shpërndajnë për të varfërit, shpërndajnë për popullin, bëjnë vepra bamirëse, bëjnë shumë aktivitete të pasurit. Po ta shohësh këtë Frasarin, Gjergj Adamiti Frasari është shembulli i filantropizmit shqiptar. Po. Një filantropizmit të madh. Prandaj unë e kthej këtë figurën e Gjergj Adamiti Frasharit, jo vetëm sepse është nga familja e madhe e Frashërlidhe, jo vetëm që ka ruajtur ato traditat e të parëve të vet, por ka qenë edhe patriot pa kompromis. Nuk ka luftuar për asnjë shtet tjetër, as për Greqinë, as për Turqinë, as për Egjiptin, as për Italinë. Ka qenë një patriot pa kompromis për kombin e vet dhe shtetin shqiptar. Edhe besoj që figura e tij një ditë ndroi që një ditë busti i Gjergj Adamiti Frasharit jo vetëm të jetë në Korçë, por të jetë edhe në Tiranë. Ta kemi edhe një shesh të Gjergj Adamiti Frasharit, sepse është burri i madh që ka nxjerr kombi shqiptar
Edhe unë disa herë kur më ka rastis të jem në qarqet akademike europiane, jam krenuar me figurën e Gjergj Adamidi Frashëri. Është nder kesh një komsi me një person të tillë. Du t'jemi sinqer. Unë të falenderoj Albert për këtë intervistë dhe shpresoj të jemi të ardhmen edhe për intervista tjera, pasi informacioni është një gjë e madhe, ka shumë figura të këtij vendi që janë haruar ose janë lënë në hares jo pa qëllim, dhe njerëzit më të pahapur, ata që i kanë dhënë shpirtin këtij vendi, ata jo pa qëllim janë haruar, çka tregon se shqiptarët janë qeverisur gjithmonë prej intrigantësh ose prej njerëzish që janë caktuar të jenë në krye të shqiptarëve, por jo për të bërë Shqipërinë, se do ishte bërë gjatë gjithë kësaj kohe, por vetëm për ta mbajtur nën kthetra dhe ta mbajtur në nështruar këtë vend, ashtu siç po e mbajnë ende sot e kësaj dita. Kështu që nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar. Faleminderit. Pavarësisht nga ajo peripecitë e krijimit të shtetit shqiptar, kombit shqiptar, luftës pafund që na është bërë, siç po shohim ne, ka shumë njerëz të mirë, biznesmen, njerëz të mirë në Shqipëri, njerëz që punojnë me shpirt për kombin shqiptar, dhe unë i inkurajoj që të mos të riqen, por të punojnë me gjithë zemër për kombin shqiptar, sepse do jenë të pastër para historisë. Dhe nëse ka Zot, nëse besojnë Zot edhe para Zotit, sepse Zoti ose natyra të jep një gjuhë, një komb. Është e vërtetë. Të tjerët pastaj janë zgjedhje. Po gjuha e kombi janë dhëna nga Perëndia, dhe kush nuk respekton kombin edhe gjuhën e vet, është i mallkuar nga Perëndia, ose është i mallkuar nga natyra, ose është i mallkuar të futet në pjesën negative të kombit shqiptar. Unë të falenderoj Albert, të falenderoj në këtë emision që ishe dhe na treguat ato informacionet tuaja. Ndërkohë që dashur miq, këtu do të ndajemi dhe së bashku, duke ju uruar një vazhdim të këndshëm në vijshmëritë tuaj, do të jemi përsëri së bashku në ditët e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.